Mirëmbrëma miq, ne sonte do të flasim për një temë shumë aktuale dhe me ndikim të madh në botën e biznesit, përdorimin e inteligjencës artificiale. E ftuara jonë është Elida Motro, drejtuese e EMI Coaching and Consulting, e cila do të ndajë me ne eksperiencën dhe perspektivën e saj mbi mënyrën se si inteligjenca artificiale po transformon mënyrën e të bërit biznes. Elida, mirë se na erdhe në program. Mirë se gjeta, shumë kënaqësi se gjithmonë. Kënaqësi edhe për ne. Faleminderit që ke gjetur kohë të na vish në studio si gjithmonë. Kënaqësi. Elida, mund të na prezantosh shkurtimisht për ata që nuk të njohin me EMI Coaching and Consulting? Unë quhem Elida Motro, jam në biznes për 100 vitesh tani, edhe mendoj që edhe më shumë do jesh. Kompania që unë drejtoj, që kam krijuar dhe drejtoj, merret me ata që mund t'i quash të paprekshmit apo të pamësueshmit, që shpesh herë njerëzit mendojnë që ata dinë gjithçka, e kanë gjithçka në vend e dur, dhe këta janë zakonisht CEO-t, ose bosat, ose kapot, ose ose administratorët, pra ata që drejtojnë, ata që janë vendimarrësit. Arsyeja pse e them këtë është sepse shpesh herë në konceptin e përgjithshëm është që kushdo që ka një biznes i ka gjithë gjërat në vijë. Dhe shumica e atyre që hyjnë në biznes duan gjithmonë të bëjmë si filani, sepse ata e kanë çdo gjë të mirë ndërtuar. Në fakt, ajo që unë kam kuptuar prej vetes dhe prej kaq pune që kam bërë me kaq shumë, janë bërë me qindra CEO dhe kompanitë e tyre që unë tashmë i kam, si thua, në atë përvojën time dhe mund të flas nga përvoja me ta dhe të them që ata, ndryshe nga shumë të tjerë, kanë nevoja specifike të rritjes. Dhe së bashku me ta rritem dhe unë. Elida, lidhur me temën që prezantova pak më parë, çfarë duhet të kuptoj publiku dhe bizneset shqiptare kur flasim lidhur me inteligjencën artificiale? Shiko, e para fare, unë flas nga pozicioni një personi që përdor AI-n. Dhe nëse do të kisha një grup njerëzish që thosha ngrini dorën kush e përdor, dhe shumica do të dalin që e përdorin. Domethënë, sot nuk është më një luks, nuk është më një gjë që thuash edhe mund të bëhet dhe mund mos bëhet. Sot është një avantazh konkurrues. Pra sot shtohet në ato mjetet që ne përdorim dhe është kaq e thjeshtë sa ajo që thuhet gjithandej në tregun e punës, atje ku bën studimet është nuk ka të bëjmë më kush do zvendësoj AI, kë do zvendësoj. Ti do zvendësohesh nga ai që nuk përdor AI në tregun e punës. Ndaj unë besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që ne të flasim e para që kjo nuk është më një gjë e cila duhet menduar apo jo. I drejtohen çdo lloj biznesi, por është një avantazh konkurrues sidomos i biznesit të vogël dhe i biznesit të vetpunësuarit, sepse ke shumë mundësi që të bësh ndryshime të cilat në kompanitë e mëdha, që ka standarde pune të fiksuara, është më e vështirë të bëhet lëvizja. Edhe e treta që unë mendoj është shumë e rëndësishme është duhet heqim atë frikën që ekziston gjithandej që do vijë AI dhe do na heqë vendet e punës. Nuk është e vërtet, absolutisht nuk është e vërtet. Pra, më konkretisht, si po ndikon inteligjenca artificiale në menaxhimin dhe zhvillimin e bizneseve? Shiko, ajo që unë besoj që është shumë e rëndësishme është kushdo që ka filluar ta vërë në punë, e para do mësoj duke bërë. Asnjë nga ne nuk mund të ketë përgjigje sepse është një gjë e cila është në evoluim të vazhdueshëm. Por të gjithë kushdo që ka një biznes duhet me se s'bën të futet të mësoj vetë s'pari. Pra, nëse ka qenë përpara që kur erdhi interneti, ti fillove bankat për shembull nuk mësuan shumë, po morën IT persons dhe i futën në punë. Sot kjo është një gjë që ti duhet të vetë edukohesh e para, e dyta duhet kuptosh që asnjë gjë nga ato që ti bën nuk është që nuk ka nevojë për një pjesë AI. Çdo gjë e riciklueshme, rutinore, që është me nivel të ulët të cilësive, të aftësive që duhen në tregun e punës, është e automatizueshme. Pra është ku mund të futësh AI-n. Por kjo e di çfarë thot për një biznes të vogël, që të futesh këtë gjë në financë, që të marrësh shikosh konkretisht, realisht cilat janë gjërat që bëhen në mënyrë të vazhdueshme dhe të marrin aq shumë kohë ty, që t'i japësh një kontabilisti dhe ai të vi dhe t'i bëjë të gjitha gjërat, ndërkohë që janë të thjeshta fare gjërat. Në marketing për krijimin e kontentit është e jashtëzakonshme se sa AI mund të ndihmojë ty tek pjesa e zhvillimit të njerëzve, është e jashtëzakonshme dhe unë flas me superlativa sepse janë të provuara. Para se të fillonim tash kisha një masterclass 2 ditët e kaluara dhe ju kërkova ndjesë ju për zërin, po ajo që ne kemi diskutuar atje nuk ka fush, nuk ka sektor, nuk ka industri, nuk ka madhësi biznesi, nuk ka gjeografi të vendosur diku të një biznesi që AI të mos jetë shtruar këmbë kryq.
Po, pra ti thua që është një ndihmë dhe nevojë për çdo lloj biznesi inteligjenca artificiale? Unë besoj, jo vetëm që çdo biznesi, por është çdo personi. Dhe për shembull, një nga gjërat që ne diskutuam dhe që unë doja ta ndaja është, nëse dikush është aty jashtë dhe është i interesuar dhe ka një biznes të vogël, le të themi ka 1 deri në 9 persona, ose është i vetë punësuar, ose ka 9 me 49. Flasim për këtë kategori njerëzish, okay? Kategoria tjetër pastaj është një gjë tjetër. Po flasim për këtë kategori. Është shumë e thjeshtë. Nëse do t'ulesh dhe të shikosh që ti ke përdorur ChatGPT-n. Futu dhe shkruaj, jam në biznesin filan, vur konkretisht cila është sajti ku ti punon, apo vur Facebook-un tënd, apo LinkedIn, apo Instagram, në cilin ti bën punë. Pra, nuk flasim atje ku ti tregon ke vajt në plazh. Që dhe ajo mund t'i vlej, por që nuk mendoj se është kjo që ne po flasim. Dhe nëse ti do shkruash atje, jam filania, kam këtë biznes, vë sajtin, vë gjithë faqet e punës që ti ke punuar deri tani, dhe i thua të lutem në bazë të këtyre, më trego çfarë duhet bëj për shembull për marketingun më të mirë të produkteve të mia. Ky është momenti kur ti fillon dhe i shkruan 3 gjëra. Të lutem, mos e bëj pa më pyetur. Pyetja e parë do të jetë si do të jetë mesazhi, si mbështillet ky mesazh dhe kur shpërndahet. Dhe ai do të pyesë, ti bën një diskutim dhe nga kjo ti ke nxjerr për shembull, ke nxjerr një strategji marketingu, që nëse do marrësh një person që ta bëj këtë gjë, lej që do të marrë në nebab në pagesë, po do të marrë në kohë, do futet sa ti sqarosh, sa ti bësh, ndërsa kjo bëhet për 15 minuta. Dhe pastaj ti vetë dhe diskuton, patjetër këtë besoj me ata që të mbulojnë marketingun. Po për ata që kanë 1 me 9 persona, di që thot për CEO-n që të ketë këtë lloj vendimarrje, këtë lloj drejtimi, është fokus dhe është qartësi ajo që sjell lekët në biznes. Nuk është sa lek ke të vënë atje, nuk është sa shumë njerëz ke. Është fokusi dhe qartësia e drejtuesit. Pra je duke thënë që inteligjenca artificiale kursen kohë dhe ta bën më të lehtë punën? Absolutisht po. Jo vetëm aq, unë mendoj që të kursen kohë kur ti je i edukuar si ta përdorësh. Sepse unë kam parë shumë CEO, të cilët e para njëra e bëhet si një lojë, në të cilën kur ti futesh, ajo të çon në 101 drejtime të tjera. Duhet të jesh ti që ta drejtosh. Unë kam bërë një paralele që besoj që vlen. Është njësoj, kur doli kalkulatriçja, llogaritja, ke parasysh? Në fillim kanë qenë ca persona që bënin llogarit me laps kopjativ. Edhe bënin që duhet të dilte balanca, sa lek hynin, sa lek dilin në biznes. Minin orë të tëra pune. Kur doli llogaritja, është e njëjta gjë kur ne vëm shifrat tek çfarë quhet kalkulatriçja në shqip. Tek makina llogaritse. Makina llogaritse. Te makina llogaritse varet çfarë fut ti aty. Nëse ti fut gjë të gabuar, vë shifra të gabuara, mos prit në fund fare të dalë një gjë e mirë. Ky është gënjimi më i madh që njerëzit kanë nga përdorimi i chat-it, sepse mendojnë që duke vënë një gjë të përgjithshme, ai tjetri do të lexojë mendjen ty e do të jap, në fakt ai të jep gjë të përgjithshme. Dhe unë e quaj shumë budalla chat-in në fakt, sepse gjë e parë që fillon është që fillon për arsye se po mbledh informacion nga të gjithë ne, sidomos në platformat që janë free, që janë falas. Sigurisht që ai do të jap gjëra të përgjithshme, sigurisht që ai do të marr mendjen për gjërat e tjera, ai është duke u perfeksionuar për veten e vet, por që ne ta përdorim dhe që të jetë e vlefshme për të kursyer kohë dhe për të na dhënë qartësinë e dur, ne duhet të jemi super të qartë në ato që quhen prompts. Po. Mendon se AI, inteligjenca artificiale, Lida, po nxjerr jashtë loje, nëse mund të themi kështu, disa funksione të punonjësve në disa biznese? Unë besoj që kjo është pjesë e zhvillimit. Duam s'duam ne. Që do të thotë, nëse i kthehemi prap historisë njerëzore në tregun e punës. Kur doli interneti, kur doli kompjuteri, ke parasysh sa punë dolën jashtë loje ata që daktilografistët për shembull, apo ata që bënin arkivën, apo ata që më mbrapa doli fotokopimi. Ishin gjithë to punë që dolën jashtë loje, por dolën punë të reja që ne imagjino sa punë janë që bëhen hibride sot që bëhen online. Dhe që ne nuk e dinim që do ekzistonin. Merri influencerat, që mund të jetë një nga pozicionet që unë kam shumë të diskutuar, si pozicion, si vend pune, por nuk mund ta imagjinoni se sa shumë njerëz janë që thot populli kanë bërë shumë prokopim me atë gjë. Pra ajo që unë besoj është që njerëzit nga këto zhvillime patjetër që ne do përshtatemi, do adoptohemi. Ki parasysh kur doli traktori, lufta e parë që është bërë është çfarë do bëjnë gjithë ata që punojnë nëpër fusha. Sigurisht që u gjet që ata do gjënë një gjë tjetër më të mençur, më të zhvilluar. Prandaj unë besoj që AI është i jashtëzakonisht i nevojshëm për mençurinë njerëzore
që të kemi një produkt më të mirë në biznes. Po, por cilat janë, Elida, disa nga frikërat ose kishkuptimet më të zakonshme që njerëzit kanë për AI? Si thash, e para fare njërë është keq përdorimi i AI-t. Kur ti mendon që do t'i japësh atë që ti fut atje brenda është në nivelin nën mediokrin, mos prit një dalje, një zgjidhje që do t'i japi që t'jetë mbi mediokre, s'ka arsye. Nuk ka mundësi. Pra, përgatitja jote e promptit duhet patjetër. E dyta, është shumë i gabuar në biznes kur CEO-t apo struktura vendimarrëse që mund të jenë, të themi, bordet, po flas për biznese më të mëdha, më të konsoliduara, ata mendojnë që tani erdhi momenti që këta që na kanë marrë shumë lek, si ekspert tani është momenti t'i largojmë. Nuk është e vërtet. Ti do t'jesh aq i mençur sa këta persona ti marrësh dhe thuash në studio pak trendin. Le të themi në 3 vitet e kaluara ne kemi pasur këto të dhëna. Dhe ti je ekonomist i shkëlqyer, ti je ekspert. Më thuaj, me këto të dhëna që kemi, të cilat unë i nxjerr nga çeti, ti jap të gatshme. Të lutem, më thuaj, cili ka qenë trendi dhe çfarë drejtimi duhet marrun në të ardhmen sa i takon investimeve për shembull. Por mendoj që të bëje këtë, të themi, 8 muaj përpara, e para për biznesin do ishte një kosto shumë e madhe, sepse ishte një brainstorming strategjik dhe i vën emrat më dha. Sot ti mund ta bësh këtë gjë dhe pastaj mbi këtë bazë ta diskutosh me njerëzit. Dhe ajo që unë shikoj si gabim të vazhdueshëm është që njerëzit thonë, o njëra o tjetra, nuk ka mundësi. Shikoj që ndodh, nëse merr njërin dhe nëse merr tjetrën, janë dy ekstreme. Këto duhen bërë bashk, me qëllim që të ketë mundësi biznesi të eci përpara. Ajo që unë besoj që ata do ngelen mbrapa, do të jenë ose ata që kanë marrë vetëm AI-n, të cilët janë ekspert, mendoj unë besoj që janë ekspert, janë persona të cilët kanë në mundësitë e sotshme, janë në fushën e AI-t. Ka sot kompani të cilat bëjnë miliona me one person. Dhe ai ka brenda, do të thonë jam në një grup që është për vetë edukim, në një forum që diskutojnë cilat janë ato që po ndodhin sot, ato që tha Elon Musk që do ndodhin. Është një person që bën miliarda dhe stafin e tij i ka të gjitha gjend. Dhe ju ka vënë emra. Dhe ke parti që ata kanë filluar të kenë edhe personalitete. Dhe ajo që ndodh është që nëse ju detyrën të gjithëve, secili bën një dëgjë të saktuar, është një person tjetër që i kontrollon. Pra, po kopjohet mençuria njerëzore edhe tek AI. Nga ana tjetër, ekstremi tjetër është ata që thonë, jo, ne nuk futemi fare. I kam shumë të mirë këta njerëzit, nuk kap se të përdor fare AI, që është ekstremi tjetër. Këta në 1 ose 2 vite të ardhshme janë jashtë biznesit, e sigurt. Përveç anëve pozitive të AI-t në të bërit biznes, Elida, si mendon për pjesën tjetër? Po marr një shembull, a duket se ka ndikuar sot që njerëzit të bëhen, nëse mund të them, pak dembel për sa i përket përgatitjes shkollore? A ka rrezik që inteligjenca artificiale të zëvendësojë gazetarinë e shkruar? Sot ti nuk mund t'i besosh një artikulli sepse thua patjetër është bërë me inteligjencë artificiale. Pra, çedon pak kjo pjesa në këto fusha? Unë besoj është një teori që quhet singularity, që do arrim të gjithë të marrim të njëjtën gjë pavarësisht nga ku futemi. Unë nuk e besoj shumë, flas në aspektin teorik, nuk e besoj shumë, sepse besoj, nëse ti do marrësh të bësh një artikull dhe unë një artikull, le të themi do bëjmë një artikull për inteligjencën artificiale. Pyetjet që ti përgatit janë eksperte, se ti je eksperte për këtë gjë. Pyetjet që do vënë janë ndryshe se vijnë nga ekspertiza ime. Pra unë besoj në fund fare, atë që do nxjerr çeti për ty dhe për mua janë totalisht ndryshe. Ajo që unë besoj është që çdo gazetar i mirë apo çdo drejtues biznesi do duhet ta përdor çetin. Unë besoj gjithmonë është që 10% që i parë që ti fut në çet, ajo prompti që quhet, dhe 10% që i fundit janë të tuat. Pjesa 80% është ajo që të bën çeti. Pra, qoftë në fillim kur ti e drejton çfarë do, qoftë në fund kur ti e merr, analizon, e përpunon, e rregullon, jep mençurinë tënde, kjo bën diferencën. Që patjetër do ketë pjesë që t'i bëjë AI, patjetër. Patjetër. Por shumë teknike, nuk ka emocion dhe nuk ka ndjenjë. Jo, ti do të punosh me të më mbrapa, ti do ta bësh të shitshme, ti do ta bësh të kapshme për njerëzit. Nuk e bën dot AI. E vërtet. Edhe nëse i thua AI të bëje më emocional, do t'i diçka e cila nuk ngjit me njerëzit. Por njerëzit kanë shkuar deri aty për shkak se janë të zënë dhe përtojnë që edhe një mesazh për t'i dërguar dikujt e bën gati ChatGPT. Shiko, kur flasim për njerëz që përtojnë, zemra ime, njerëzit kanë përtuar që në kryet herës. Nuk ka të bëjë me AI-n që ata përtojnë. Më përpara
ishte që këta mund të vinin një fjalë përgjigje, ose s'ta vinin fare, ose ta linin sin. Kështu që kjo është vetëm një mjet që i bën këta njerëz të çojnë shpeshherë mesazhe që kanë haruar dhe të heqin atë pjesën që thotë çetim poshtë që a do të ta bëj dhe këtë dhe atë dhe e çojnë edhe atë. Domethënë, njerëzit e mbel për mua në biznes janë out of discussion, nuk diskutojnë më fare. A është e gabuar kjo? Secili e di vetë trajektoren e suksesit vetë. Ndofta ju delu të pronë atyre njerëzve. Ne flasim si duhet biznesi të përdore AI-n për të marrë më të mirat prej tij. Po, kush mendon Elida, kush mund të jenë disa nga sektorët e caktuar që përfitojnë nga inteligjenca artificiale? Unë po marr rastin që të përmend disa, sektorët ekonomik, mjekësia për shembull, po media. Unë besoj, e para fare çfarë do që të ka të bëjë me shërbime, do ketë pjesë të cilat janë absolutisht të vlefshme për AI-n. Kujto këtë gjë, AI sot po afrohet jashtëzakonisht shumë në gjetjen e shërimit për gati 80% të kancerëve. Dhe arsyeja pse bëhet kjo është sepse hedhja e gjithë të dhënave nga shoqëritë e mëdha farmaceutike për shembull, apo nga spitalet e mëdha, apo nga universitetet që bëjnë research, hedhja të dhënave për 60 vitet e fundit është që AI ka mundësinë të t'i jap çfarë nuk funksionon që në qeliz. Dhe sot për shembull është shumë interesante, siç thash në disa forume që unë jam pjesë, është shumë interesante të kuptosh që kanë gjetur dhe përdorin që janë futur deri në qeliz dhe kanë parë që janë 4 ndërhyrje që mund të bëhen dhe mund të merret një gjësi shot dhe për 6 javë qelizat e tua që ke futur brenda janë që vrasin çdo qelizë të keqe dhe rigjenerojnë çdo qelizë të mirë. Por nëse kjo sot është në kuadrin e një researchi apo të një, po e themi si eksperiment apo si një gjë e re, unë besoj që për 6-7 muaj, për shkak se biznesi është interesuar ta nxjerrte për popullatën, sepse kanë interes, janë gjithë që kthehen klient potencial të mundshëm, ne këtë gjë pas një viti do të themi, po kjo ndodhi, pse na duka që çuditshme atëherë. Që do të thotë, mjekësia është duke u ribër. Një fushë tjetër që unë mendoj që është shumë e rëndësishme është edukimi, shkollimi, që për mendimin tim AI e ka bërë shumë të qartë që ajo shkollë që ne kishim që ishte e shekullit kaluar, që ti ulu atje dhe unë flas ti dëgjon, dhe o dëgjoje dhe bëje o dil jashtë, dhe doli Gen Z dhe Alfa dhe thonë një sekondë, se unë jam dakord me këtë gjë. Unë besoj që edukimi është duke u ribër nga e para. Pra ndihmon AI në shkollim edukim? Unë mendoj që AI në edukim dhe flas shkollimin ka qenë shkatrues dhe do të jetë disruptive. Dhe një nga gjërat që do goditet më shumë për mirë, mendojmë për të mirën e njerëzimit, është pikërisht kjo. Për shembull, prap një gjë e re shumë e bukur është që sot po ndërtojnë klasa ku Aristoteli del dhe në formë virtuale të shpjegon teoritë e veta. Mendo çfarë ndikimi ka kjo tek njerëzit. Mendo sa e rëndësishme është kjo për një marrje të dhënash, një shkëmbim, të kesh bisedë me Aristotelin për gjërat që ai ka thënë, dhe Aristoteli të jetë i formëzuar, ose Elon Musk për idetë e tij, që është first things first, që thotë shkatroje një gjë dhe merr gjërat elementare dhe hiqi të tjerat. Nëse kjo do futet në studimin e bizneseve, strukturave të bizneseve, mendo sa gjëra në shkollë, në edukimin e ekzekutivëve, personave që vinë nga bizneset duan të mësojnë, sa gjëra do të bënin ata në moment. Nuk e di në dhash përgjigje. Jo, edhe përgjigjen shumë mirë, por jam pak... E kam shumë e pasion këtë gjën. Jam kurioze për pjesën e medias, si mendoni? E ngre median apo e humbet, bën ta humbas originalitetin? Unë besoj, dhe jam duke folur gjithmonë si një person që vi nga biznesi. Unë nuk jam AI, nuk jam, por në ka një gjë që unë e kam me shumë pasion, sepse shikoj që është e ardhmja, edhe për shkak se unë kam që nga 2014 që jam vetëm online, dhe që më është dashur dhe më duhet të adoptohem vazhdimisht. Por ajo që unë besoj, qoftë për median, qoftë për të tjerat, unë besoj çdo njeri që është i super përgatitur, AI do ta përdor si kalkulatrice. Po, ke ndonjë frikë për inteligjencën artificiale, cila është frika jote më e madhe? Shiko, frikën që ka gjithë njerëzimi, që arritën e kanë diskutuar dhe me papën e gjithandej janë gjitha ato diskutime që janë bërë. Frika është gjithmonë nëse arrin në pikën që ai bëhet shkatrues për ne. Në fakt, deri tani, ajo që po konkludon
është që, për shembull, para ca kohësh doli Klo, që është një agent i cili u fut dhe ti dhe një detyrë, dhe ti u largove dhe ai mori gjithë agentët e tjerë që ti kishe dhe i vuri në punë ata, dhe u fut në të gjitha anët e tjera, u fut dhe bëri gjithë to gjërat që duheshin bërë pa u marrë urdhër nga ti si prompt, që ishte një gjë që bëri bum të madh, por zgjidhjet që ai dha qenë të shkëlqyera. Nëse këto keq përdoren, si çdo gjë tjetër. Si çdo gjë tjetër. Si çdo gjë tjetër. Pra nëse keq përdoret, nëse në duart e njerëzve të këqinj, në duart e të keqes, në duart e atij që drejton këtë botë, që është në këtë botë, nëse ajo keq përdoret patjetër, është si çdo gjë tjetër që do të përdoret si armë. Merr fjalën e lirë në gazetari. Jepi weaponize it, ktheje në armë dhe shiko se sa njerëz vret. Dhe fut atje dhe AI-n, fut edhe mënyrën se si gjërat bëhen, njeriu klonohet, bëhet sikur ke thënë gjëra që nuk i ke thënë, patjetër mund të përdoret për të dëmtuar. Por unë besoj gjithmonë që në fund fare mira fiton. Dhe unë besoj që ne në biznes duhet me sezbën ta përdorim, sepse nuk ka rrugë tjetër. Po. Sa i beson ti inteligjencës artificiale, nisur edhe nga informacionet e fundit që supozohet që mund të ketë nxjerrje të dhënave personale? Unë nuk e besoj fare, me thënë drejtën. Kuptoj që shumica e tyre janë të bazuara në kin, të bërë nga persona cilët mendoj unë janë gigs për atë gjën që ditë të bëjnë, por nuk janë aq të mençur sa në tregun e punës të japin zgjidhje për gjërat tona. Çfarë dua të them me këtë? Shiko, në gjithë shpikjet njerëzore, në çdo shpikje njerëzore që është bërë, le të marrim them unë për shembull rastin e Kalashnikovit, që është një ekstrem negativ, okay? Ai që ka shpikur Kalashnikovin, që ka emrin në fakt, ai që ka shpikur, ai nuk mund të jetë i mençur mjaftueshëm të thotë ku do përdoret Kalashnikov në cilën luftë, dhe si do të bëjë strategji e luftës. E njëjta gjë po ndodh sot. Ne shpesh dëgjojmë persona të cilët po krijojnë AI-n. Nuk mund të japin ata mend se si do përdoret kjo në tregun e punës. Tregu i punës është aq dinamik dhe është aq i rëndësishëm sa kushdo nga biznesi që po na dëgjon duhet kuptoj e para. Bëje sot dhe mos e delego këtë gjën. Unë e urrej fjalën delegim. Futu dhe mëso vetë, sepse nuk do të ketë më kthim mrapa. Nuk mund të marrësh dikë dhe të thuash mësoje ti këtë. Dhe zakonisht e thon brezit të ri, fëmijët e tyre, dikujt aty afër, merri dhe mëso. Jo, duhet secili ta mësoj. Kaq e thjeshtë është ajo. Futesh dhe i thua çetit, të lutem, jam filani, më bëj një kurs 3 mujor, çfarë duhet të mësoj çdo ditë? Dhe ndiqi ato që thot. Ndiqi do thot me mend në kokë, jo fjalë për fjalë, okay? Edhe e dyta pastaj është vure këtë gjën dhe mbaje, si thot anglezi, with a pinch of salt, dhe me një çik me mend në kokë. Si them, 10% i parë, 10% i fundit duhet jetë i juaj. Po. Kujto që e përdor atë gjën. Këto janë që unë besoj e bëjnë patjetër një biznes të ketë edhe përdorimin më të mirë të saj, po dhe të ketë kontrollin mbi të. Po në mënyrë të përmbledhur, Elida, cili do të ishte mesazhi për ata profesionistë dhe drejtues biznesi që ndoshta ndihen pasigurt përballë këtij ndryshimi, përballë AI? Siç thash, para fare njëherë nuk ka kthim mrapa. Kjo është një avantazh konkurrues. O e merr sot dhe je në treg dhe përparon dhe e përdor për interesin tënd, ose je out of business. Dhe është kaq e thjeshtë, nuk diskutohet. Pra, nuk do na zvendësoj AI, do na zvendësojnë ata që përdorin AI. Kjo është e para. E dyta, njerëzit, investimi në njerëz ngelet i jashtëzakonshëm. Nuk do të zvendësohet AI në pjesën njerëzore tonën, që është analiza e gjërave, po analiza njerëzore që do të thotë ti fut edhe gjërat që nuk i ke në shifra në fakt aty. Absolutisht nuk zvendësohemi në motivimin e stafit. Ne kemi për detyrë të inspirojmë modele në krijimin e modeleve që ne duam, në krijimin e kulturave që ne duam. Por mba mend, çdo strategji që mund të bëjë AI, biznesi e hasi mëngjes. Nëse kultura nuk është që ne duhet të mësojmë gjëra të reja, duhet të bëjmë gjëra të reja, duhet të nxisim ata të rinj që vinë nga tregu punës, ata që vinë gjenerata Z që është e keq kuptuar, e keq trajtuar për mua, e keq paguar, duhet t'i nxisim të futen në biznes, sepse ata janë e ardhmja. Duam apo s'duam, forca aktive e punës janë ata. Elida, të falenderojmë për këtë bisedë interesante aktuale, do të thoja. Shumë falenderit juve. Edhe suksese. Shumë falenderit.
Ishte kënaqësi. Teknologjia po zhvillohet me ritme të shpejta dhe inteligjenca artificiale tashmë është bërë në fakt pjesë e realitetit tonë përditshëm. Sfida mbetet ta përdorim, siç Elida tha, me mençuri, me etik, me kreativitet në mënyrë që të sjellë zhvillim dhe mundësi për njerëzit edhe bizneset. Ne do të rikthehemi pas pak në studio.